Rëndësia dhe funksioni i logoterapisë nga perspektiva njerëzore, shpirtërore dhe psikologjike. Asnjëherë më parë, njeriu nuk ka qenë kaq i fuqishëm në njohuri dhe megjithatë, kaq i zbrazët në shpirt. Në mes të dritave të qyteteve moderne, ai endet në errësirën e pyetjeve për vetveten. Kush jam? Pse jetoj? Dhe çfarë kuptimi ka kjo jetë? Shumë individ ndjen të zbrazët, pa qëllim dhe të humbur në përpjekjen për të gjetur kuptim në jetën e tyre. Shpejtësia e jetës, materializmi, presioni social dhe mungesa e lidhjeve të thella njerëzore kanë sjellë një krizë të thellë shpirtërore e psikologjike. Në këtë kontekst, logoterapia paraqitet si një nga kontributet më të rëndësishme të psikoterapisë ekzistenciale. Termi logoterapi rrjedh nga fjala greke logos, kuptim, dhe terapia, shërim, që do të thotë shërim përmes kuptimit. Kjo qasje psikoterapeutike vendos në qendër vullnetin për kuptim si forcën më të thellë motivuese të qenies njerëzore. Është më se nevojshme të kuptojmë rëndësinë dhe funksionin e logoterapisë në 3 dimensionet kryesore të jetës së njeriut: njerëzor, shpirtëror dhe psikologjik, duke treguar se si kjo qasje kontribon në ndërtimin e një ekzistence me dinjitet, qëllim dhe përgjegjësi. Para se të kalojmë të pjesët kryesore, vlen të sqarohet burimi i logoterapisë. Ajo u zhvillua nga Viktor Frankl në mesin e shekullit 20, si një alternativë ndaj 2 shkollave kryesore të kohës, psikoanalizës së Sigmund Freudit, që e shinte njeriun të motivuar nga kërkimi për kënaqësi, dhe psikologjisë individuale të Alfred Adlerit, që theksonte kërkimin për pushtet. Sipas Franklit, motivimi themelor i njeriut nuk është as kënaqësia dhe as fuqia, por kërkimi për kuptim. Këtë ai e vërtetoi përmes përvojës së tij dramatike si i burgosur në kampet naziste të përqendrimit, ku përballë vdekjes dhe vuajtjes ekstreme, vuri re se ata që mbijetojnë ishin pikrisht ata që kishin një arsye për të jetuar. Ai shkruan se edhe kur çdo gjë i merret njeriut, i mbetet ende liria e brendshme për të zgjedhur qëndrimin e tij ndaj vuajtjes. Pikrisht kjo liri është themeli mbi të cilën ngrihet logoterapia. Kështu, Frankl formuloi 3 parime themelore. Parimi i parë, vullneti për kuptim. Vullneti për kuptim përbën shtyllën themelore të ekzistencës njerëzore. Çdo njeri bart në vetvete një dëshirë të lindur dhe të pandalshme për të gjetur kuptimin e jetës së tij. Ky impuls i brendshëm nuk është rahati shpirtërore, por një nevojë thelbësore psikologjike dhe ekzistenciale. Edhe kur njeriu përballet me vuajtje, humbje apo situata të pashpresa, ai vazhdon të kërkojë një arsye për të jetuar, një pse që i jep kuptim çdo sije. Kërkimi për kuptim bëhet forca më e madhe motivuese që orienton vendimet, qëndrimet dhe drejtimin e jetës njerëzore. Njeriu, në thelbin e tij, nuk kërkon vetëm kënaqësi apo pushtet, por mbi të gjitha kërkon kuptim. Ky vullnet për kuptim është një udhëtim i brendshëm që fillon herët në ndërgjegje njerëzore dhe vazhdon gjatë gjithë jetës. Ai shfaqet në pyetjet më të thella që secili prej nesh ja drejton vetes. Pse jam këtu? Cili është qëllimi im
A ka ndonjë domethënie në vuajtjen time? Në zemrën e çdo njeriu digjet një nevojë brendshme për kuptim, një etje që nuk shuhet as me sukses, as me pasuri, as me rahati. Pikrisht, kjo e bën njeriun të ngrihet pas çdo rënje, të kërkoj dritë në errësirë dhe t'i jap domethënie edhe vuajtjes më të madhe. Sepse njeriu nuk jeton thjesht për të ekzistuar, por për të kuptuar ekzistencën e tij dhe për të gjetur një arsye pse jeton. Në këtë kërkim qëndron dinjiteti i tij më i madh. Parimi i dytë, kuptimi i jetës në çdo situatë. Një nga idetë më thelbësore të logoterapisë është bindja se jeta ka kuptim në çdo rrethan, edhe në rrethana ekstreme, pavarësisht sa e vështirë, e dhimbshme apo e pashpresë mund të duket ajo. Sipas logoterapisë, kuptimi nuk varet nga rrethanat e jashtme, por nga qëndrimi i brendshëm që njeriu mban përballë tyre. Edhe në momentet më ekstreme të vuajtjes, kur gjithçka tjetër mund t'i merret, njeriu t'i mbetet një liri e fundit, liria për të zgjedhur qëndrimin e tij ndaj fatit. Kjo liri shpirtërore është themeli i dinjitetit njerëzor dhe burimi më i thellë i kuptimit. Frankl e dëshmoi këtë jo vetëm teorikisht, por edhe përmes përvojës së tij personale në kampet e përqendrimit nazist, ku vuri re se disa njerëz, edhe përballë vuajtjeve njerëzore, ruanin dinjitetin, dashurinë dhe besimin në vlera më të larta. Kuptimi nuk lidhet vetëm me qetësinë e ditëve të mira, por mbetet i pranishëm edhe në errësirën më të thellë të ekzistencës. Njeriu mund të mos ketë fuqi mbi dhimbjen, humbjen apo vdekjen, por gjithmonë ka fuqi mbi mënyrën se si i përjeton ato. Logoterapia nuk e mohon vuajtjen, por e përfshin atë në kuadrin e kuptimit. Vuajtja, kur i jepet një qëllim, humbet karakterin e saj shkatrues dhe kthehet në mundësi për rritje shpirtërore. Siç shkruan Frankl, kur nuk jemi më në gjendje të ndryshojmë një situatë, sfida bëhet të ndryshojmë veten. Kjo ide përbën bërthamen etike dhe filozofike të logoterapisë. Ajo i mëson njeriut të mos kërkoj vetëm lumturinë, por kuptimin, të mos shoh veten si viktim të fatit, por si aktor të kuptimit të vet. Parimi i tretë, liria e vullnetit. Edhe ky parim është ndër shtyllat themelore të logoterapisë dhe nënkupton aftësinë e njeriut për të zgjedhur qëndrimin e tij përballë çdo rrethane, sado e kufizuar të jetë ajo. Liria e njeriut nuk qëndron në mungesën e kufizimeve të jashtme, por në fuqinë e brendshme për të reaguar me dinjitet dhe vedije ndaj tyre. Edhe në kushtet më ekstreme, kur çdo aspekt i jashtëm i ekzistencës është nën kontrollin e forcave të tjera, njeriut i mbetet një hapësirë e pashkelshme, liria për të zgjedhur qëndrimin e tij. Në kampet e përqendrimit, ku njeriu ishte zhveshur nga çdo pronë dhe siguri, mbijetonin ata që ruanin ndjenjen e lirisë së brendshme, lirinë për të dashur, për të besuar dhe për të gjetur kuptimin edhe në vuajtje. Liria e vullnetit nuk nënkupton një liri absolute, por një liri morale dhe shpirtërore, aftësinë për të vendosur se si do të jetosh dhe se si do t'i përgjigjesh situatave të jetës. Ajo mbart gjithmonë përgjegjësi. Njeriu është i lirë,
por kjo liri merr kuptim vetëm kur përdoret për të ndërtuar vlera, dashuri dhe kontribut. Liria e vullnetit është, pra, jo vetëm një e drejtë njerëzore, por edhe një akt shpirtëror. Ajo e bën njeriun të vetëdijshëm për fuqinë që ka mbi mendimet dhe ndjenjat e tij. Edhe kur realiteti nuk mund të ndryshohet, qëndrimi ndaj tij mund të ndryshohet. Kjo e dallon njeriun nga determinimi i verbër dhe e shndron atë në një qenje që zgjedh dashurinë mbi urrëtitjen, shpresën mbi dëshpërimin dhe kuptimin mbi absurditetin. Aspekti psikologjik, shpirtëror, njerëzor dhe etik i logoterapisë. Në aspektin psikologjik, logoterapia ofron një mënyrë të re për të kuptuar dhe trajtuar vuajtjen njerëzore. Sipas Frankelit, shumë nga problemet psikologjike të kohës moderne, si depresioni, ankthi, ndjenja e zbrastisë apo mungesa e motivimit, burojnë nga ajo që ai e quan boshllëk ekzistencial. Kjo gjendje lind kur individi nuk gjen më kuptim në përpjekjet e tij të përditshme, duke ndjer veten të padobishëm dhe pa qëllim. Logoterapia synon të ndihmojë individin të zbuloj kuptimin personal në jetën e tij përmes 3 mënyrave themelore. Përmes krijimit dhe punës, duke realizuar diçka me vlerë. Një nga mënyrat më të rëndësishme për të gjetur kuptimin e jetës është krijimi, pra duke bërë diçka që kontribon në botë. Ky krijim nuk kufizohet vetëm në art, letërsi apo shkencë, por përfshin çdo akt pune që e bën jetën më të vlefshme. Qoftë një projekt profesional, një vepër humane, apo një detyrë e përditshme e kryer me përgjegjësi. Në këtë kuptim, puna nuk shihet vetëm si mjet mbijetese, por si shprehje e identitetit dhe qëllimit personal. Duke krijuar, njeriu shpreh potencialet e tij më të thella, kontribon për të tjerët dhe ndjen se jeta e tij ka vlerë. Siç shprehet Frankel, njeriu realizon vetveten në masën që harrohet duke ju përkushtuar një qëllimi apo duke dashur dikë. Kështu, kuptimi lind jo nga vetkënaqësia, por nga përqendrimi ndaj diçkaje që e tejkalon vetveten. Përmes përvojës dhe dashurisë, duke përjetuar lidhje njerëzore dhe bukuri shpirtërore. Njeriu mund të zbuloj kuptimin e jetës edhe përmes përvojave të thella, sidomos atyre që lidhen me dashurinë, marrëdhëniet, natyrën dhe artin. Dashuria është forma më e lartë e njohjes së njeriut, sepse përmes saj njeriu arrin të shohë dhe të pranojë tjetrin në thelbin e tij shpirtëror. Në dashuri, njeriu nuk kërkon përfitim apo kënaqësi, por përjeton një bashkim shpirtëror që e ngre përtej vetes. Ajo i jep kuptim jetës, sepse e lidh individin me diçka më të madhe dhe më të thellë se vetvetja. Edhe përjetimet e thjeshta, si një mëngjes me diell, dëgjimi i muzikës, leximi një poezie apo ndarja një çasti sinqeriteti, mund të jenë burime të thella kuptimi. Përvoja dhe dashuria nuk janë vetëm ndjesi, por akte shpirtërore. Përmes qëndrimit ndaj vuajtjes, duke gjetur kuptim në përballjen me dhimbjen. Shtylla e tretë e logoterapisë lidhet me qëndrimin ndaj vuajtjes. Edhe në situata kur njeriu nuk mund të ndryshojë fatin, si sëmundjet, humbjet apo dhimbjet e pashmangshme, ai gjithsesi mund të zgjedhë qëndrimin e tij. Vuajtja nuk është vetëm burim dhimbje, por edhe mundësi për rritje shpirtërore dhe vetkuptim.
Kur njeriu jep kuptim vuajtjes së tij, ajo nuk mbetet thjesht dhimbje, por bëhet përvojë transformuese. Frankl shkruan: njeriut mund t'i merret gjithçka, përveç një gjëje të vetme, lirisë për të zgjedhur qëndrimin e tij ndaj çdo rrethane. Pikrisht këtu qëndron heroizmi i shpirtit njerëzor. Këto 3 shtylla krijimi, përvoja dhe qëndrimi ndaj vuajtjes, përbëjnë strukturën themelore të logoterapisë. Ato tregojnë se kuptimi nuk është ide abstrakte, por diçka që mund të përjetohet çdo ditë. Njeriu mund të gjejë kuptim duke krijuar, duke dashuruar ose duke vuajtur me dinjitet, sepse në të gjitha këto raste ai bëhet i vetëdijshëm për lirinë e tij shpirtërore dhe për vlerën që mbart ekzistenca e tij. Ajo e ndihmon njeriun të zhvillojë qëndrueshmërinë, aftësinë për të përballur vështirësitë me dinjitet, vetdije dhe shpresë. Dimensioni shpirtëror, etik dhe human. Në qendër të logoterapisë qëndron bindja se njeriu është një qenie shpirtërore, që nuk mund të reduktohet vetëm me instinkte apo mekanizma psikologjik. Dimensioni shpirtëror është vendi ku banon liria dhe dinjiteti i vërtet njerëzor. Edhe pse trupi mund të burgoset dhe mendja të vuajë, shpirti mbetet i lirë të zgjedh kuptimin dhe qëndrimin e vet. Ky dimension nuk është domosdoshmërisht vetar, ai përfshin dashurinë, vlerat morale, artin, përkushtimin, të tjerët dhe Zotin. Logoterapia e ndihmon njeriun të dalë përtej egoizmit dhe vetkënaqësisë, duke orientuar drejt shërbimit dhe krijimit. Një nga konceptet themelore të saj është liria shpirtërore, e cila ruan dinjitetin dhe e bën jetën të vlefshme, pavarësisht rrethanave. Logoterapia është një nga qasjet më humaniste të psikoterapisë, sepse vendos në qendër njeriun si qenie unike, të lirë dhe të përgjithshme. Ajo nuk ofron përgjigje të gatshme për kuptimin e jetës, por ndihmon individin të zbulojë vetë atë që i jep domethënie ekzistencës së tij. Thelbi etik i logoterapisë përmblidhet në pyetjen: nuk duhet të pyesim çfarë presim nga jeta, por çfarë pret jeta nga ne. Kjo zhvendos vëmendjen nga pasiviteti drejt përgjegjësisë, nga kërkimi i lumturisë drejt ndërtimit të qëllimit. Në aspektin etik, logoterapia mund të quhet terapia e dinjitetit, sepse afirmon vlerën e pashlyeshme të çdo njeriu. Rëndësia e logoterapisë në jetën moderne. Në botën moderne, ku individët shpesh humben në mes të materializmit, konsumizmit dhe ritmit të shpejtë, logoterapia ofron një alternativë të thellë për kuptimin e ekzistencës. Ajo nuk është vetëm një metodë trajtimi, por një filozofi jetese që rikthen te njeriu përgjegjësinë dhe qëllimin. Në psikoterapi ka treguar efektivitet në trajtimin e depresionit, ankthit dhe boshllëkut ekzistencial. Në kujtesën lehtësuese u jep pacientëve që përballen me sëmundje terminale, dinjitet dhe kuptim. Në arsim mëson të rinjët se lumturia nuk është qëllim në vetvete, por rezultat i një jete me vlera. Në marrëdhëniet njerëzore ndihmon në ndërtimin e lidhjeve të shëndetshme. Logoterapia e fuqizon individin të kuptojë se, pavarësisht rrethanave, ai mund të zgjedhë qëndrimin e tij, të jap dashuri, të krijojë dhe të përballet me sfidat me dinjitet. Logoterapia përfaqëson një nga qasjet më humane dhe më të pasura të psikoterapisë moderne. Ajo e sheh njeriun si qenie me liri, përgjegjësi dhe aftësi për të gjetur kuptim
edhe në mes të vuajtjes. Në aspektin psikologjik, ndihmon në përballimin dhe shërimin e poshtllëkut ekzistencial. Në aspektin shpirtëror, rikthen shpresën dhe dinjitetin, ndërsa në aspektin njerëzor dhe etik, afirmon vlerën e lirisë dhe përgjithësisë. Ajo na mëson se jeta është mundësi për të zgjedhur çdo ditë të jetosh me kuptim, për të dhënë papritur shpërblim dhe për të gjetur dritë edhe në errësirën më të thellë. Logoterapia mbetet një filozofi universale që e fuqizon njeriun dhe i jep çdo përpjekje jetësore rëndësi, duke e kthyer jetën në një udhëtim me kuptim, dashuri dhe vetdije.